Të nderuar shikues, përshëndetje. Si fillim, sa për të hequr çdo dilemë e për të qenë të mirë informuar, gjenocidi në Gaza vazhdon, nuk është ndalur as edhe një ditë. Është ndalur intensiteti, por vrasjet jo. Privimi i civilëve nga uji, ushqimi dhe ilaçet vazhdon, madje edhe vrasjet për sport, sikur në Bosnjë në vitet e 90-ta. Kjo fundi nuk është diçka e re, jo ndonjë zbulim i ri, është vazhdimësi e gjuetisë që u bë e zakonshme në pikat e shpërndarjes së ushqimit në Gaza, të njohur si Fondacioni Humanitar e të mbushur me mercenar të huaj, mes tjerësh. Së fundmi, disa ushtarë izraelit kanë rrëfyer për Associated Press se si kanë vrarë palestinez për sport në Gaza pas nënshkrimit të dashurquajturit të anbushim tetorin e kaluar. Hiq më larg se 2 ditë më parë, Izraeli kreu sulm ajror në disa lagje të Gazës, duke vrarë 3 palestinezë dhe plagosur dhjetra të tjerë. Veçanërisht që nga fillimi i gjenocidit në tetor 2023, shumica e trupeve të pajet palestinezëve që u rrëmbyen nga ushtria izraelite u kthyen në Gaza në qese plastike, të dekompozuar dhe me mungesa të organeve. Por këto nuk janë bërë publike nga mediat që prodhojnë dhe shpërndajnë propagandën sioniste në botë, dhe kjo padyshim që ndihmon agjendën e Netanyahut për të pushtuar gjithë Gazën, duke bërë të papërballueshme jetën për banorët lokal. Për vite me radhë, akuzat palestineze për marrje të paligjshme me organësh janë hedhur poshtë si propagandë ose teori konspirative. Megjithatë, historia tregon se skandali nuk nisi në Gaza pas vitit 2023, që nga vitet e 90-ta, mjek, familje palestineze, antropolog ndërkombëtar dhe madje dhe figura nga sistemi izraelit kanë ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si trajtoheshin trupat e të vdekurve. Në vitin 2009, antropologja amerikane Nancy Shepard deklaroi se Izraeli ndodhej në qendër të një pjese të madhe të trafikut global të veshkave. Deklarata e saj tronditi opinionin publik, por nuk solli kurrë një rishikim të thellë ndërkombëtar. Sot më shumë se një dekadë më vonë, pretendimet e reja që vijnë nga Gaza po ringjallin të njëjtat pyetje. A është historia duke u përsëritur? Më 25 janar, presidenti i Izraelit Isaac Herzog doli para një turme që festonte atë që Tel Avivi paraqiti si një rekord botror në dhurimin e veshkave. Ngjarja e promovuar pas një fushate lobuese drejtuar librit rekordeve Guinness, synonte të projektonte bujari, disiplinë dhe qëllim moral. Në Gaza, ku Izraeli ka kthyer trupat palestineze në qese, ndonjëherë të dekompozuar, të gjymtuar ose me shenja ndërhyrjesh kirurgjikale, kjo festë u prit ndryshe. Për zyrtarët palestinezë të shëndetësisë, pyetja nuk ishte se si Izraeli kishte prodhuar kaq shumë dhurues, por nëse të gjitha ata trupa kishin dhënë pëlqimin. Zbehen e fasadës propagandistike të Izraelit e bëri vetë Dr. Munir Al-Bursh, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gaza. Ai tha se numrat rekord të Izraelit ngrenë pyetje serioze mbi burimet e veshkave dhe organeve tjera që po festohen. Ai theksoi kontradiktën e fortë të një shteti pushtues, që ka mbajtur për vite me radhë trupat palestineze në varrezat e numrave dhe në frigorifer, ndërkohë që paraqitet si model humanitar në dhurimin e organeve. Bursh përmendi rastet dokumentuara të trupave pa organe të kthyer familjeve, veçanërisht pa veshka, pa raporte mjekësore, pa dosje autopsie dhe pa asnjë rrugë ligjore për përgjegjësi. Ai kërkoi një hetim ndërkombëtar të pavarur për të përcaktuar nëse arritja pretenduar e Izraelit është ndërtuar mbi vjedhjen e organeve palestineze. Pak më shumë se një javë më vonë, Izraeli ktheu mbetet e shpërndara të rreth 54 palestinezëve në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës. Forenzike nisën menjëherë punën për identifikimin e trupave dhe për të dhënë familjeve një mbyllje, por vunëre se shumë prej kufomave kishin shenja të qarta torture dhe heqjeje kirurgjikale të organeve. Kjo nuk ishte hera e parë që jepeshin paralajmërime të tilla që nga operacioni Stukia Al-Aqsa. 10 ditë pas fillimit të gjenocidit në Gaza, pretendimet për vjedhje organesh kishin dalë tashmë në pah. Deri në fund të nëntorit 2023, Euromed Human Rights Monitor bëri thirrje për një hetim mbi vjedhjen e organeve palestineze, pasi profesionistë mjekësor gjetën prova të vjedhjes së organeve, përfshirë mungesën e kërmive të veshit dhe korneve, si dhe organeve jetike si mëlçit, veshkat dhe zemrat.
Izraeli dhe mbështetësit e tij u përpoqën të frenonin përhapjen e këtyre pretendimeve, duke i cilësuar si shpifje gjaku dhe antisemitizëm. Për shkak se provat vinin nga palestinezët, thirrjet për shqyrtim ndërkombëtar kryesisht ranë në vesh të shurdhër. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi në fillim viteve 1990, kur profesionistë mjekësor palestinez dhe familjet e të vdekurve akuzuan Izraelin për marrje të paligjshme të organeve gjatë intifadës së parë. Në vitin 1992, ministri izraelit i shëndetësisë në atë kohë, Ehud Olmert, organizoi një fushat publike për dhurimin e organeve, duke paraqitur një imazh humanitar. Në vitin 1999, antropologja amerikane Nancy Shepard Hughes filloi të ekspononte atë që ishte njëruar për një kohë të gjatë. Si bashkëthemeluese e Organ Watch, ajo e çoi çështjen para një nënkomitetit të Kongresit Amerikan në vitin 2001. Zbulimi erdhi përmes intervistës së saj me Yehuda His, patologu kryesor në Institutin Forenzik Abu Kabir, i vetmi institucion izraelit i autorizuar për autopsi në rastet e vdekjeve të panatyrshme. Shepard Hughes deklaroi në vitin 2009 se një pjesë e madhe e trafikut të paligjshëm të veshkave në botë lidhet me izraelitët. Izraeli është në krye, tha ajo, duke shtuar se ka tentakula që shtrihen në mbar botën. Ajo raportoi se qytetarët izraelit, shpesh të kompenzuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe në projekte të mbështetura nga Ministria e Mbrojtjes, ishin përgjegjës për turizmin masiv të transplantimeve. Izraelitët shfryzonin popullata të cenueshme nga Brazili deri në Filipine. Një raport i BBC-s në vitin 2001 përshkroi një situatë ku qindra izraelit kanë krijuar një linjë furnizimi që fillon në fshatrat e Moldavis, ku sot burrat ecin me vetëm një veshk. Në vitin 2009, gazeta suedeze Aftonbladet publikoi pretendimet se palestinezët ishin shënjestruar dhe vrarë për organet e tyre nga ushtria izraelite. Megjithëse Izraeli dhe mbështetësit e tij i paraqesin këto si raste të izoluara, His dhe paleontologët e tjerë nuk u ndëshkuan. Ai nuk u dënua me burg të gjatë dhe madje vazhdoi të punonte në Abu Kabir. Me fjalë të tjera, nuk pati kurrë përgjegjësi reale, vetëm një hetim i brendshëm dhe premtime se praktika kishte ndalur. Organizata izraelite në qendër të pretendimit për rekord është Matnat Chaim, e themeluar në vitin 2009. Sipas Tel Avivit, ajo ka kaluar 2000 transplante. Megjithatë, të dhënat ngrejnë pyetje. Nga 2009 deri në 2021 u raportuan 1000 transplante. Deri në fund të vitit 2023, numri arrinte në 1277. Për të arritur 2000, duhet një rritje shumë e madhe në një kohë të shkurtër. Sipas qendrës kombëtare të transplanteve të Izraelit, numri total i transplanteve nga dhurues të gjallë për vitin 2023-2025 ishte 923. Nëse Matnat Chaim mbante të njëjtën përqindje, do të arrinte rreth 581 transplante, më pak se 2000. Kjo nuk e inkriminon drejt për drejt organizatën, por shpjegon pse burrsh e vënë në dyshim pretendimin. Një tjetër fakt është se vetëm 14% e popullsisë izraelite kanë nënshkruar kartën e dhurimit ADI, një ndër nivelet më të ulta në vendet e zhvilluara. Izraeli prej kohësh i ka trajtuar trupat palestinez si instrument kontrolli. Në vitin 2017, pranoi se kishte humbur gjurmët e disa trupave të burgosurve palestinez, të varrosur në varrezat e numrave. Përtej Palestinës, izraelitët janë lidhur vazhdimisht me raste trafiku organesh në botë, shkruan gazetari Robert Inlakesh. I vetmi person i dënuar në SHOBA për trafik organesh ishte një izraelit, Levi Ishak Rosenbaum. Në vitin 2010, 5 izraelit u akuzuan për një rrjet trafiku organesh, ndërsa në 2015 dhe 2024 rastet e tjera u zbuluan në Turqi. Në vitin 2018, në Qipro u arrestua Moshe Harel për drejtimin e një rrjeti global trafiku organesh. Megjithse sot këto raste konsiderohen të paligjshme, dikur izraelitët që u thonin jashtë për transplante toleroheshin dhe madje i ngulajoheshin. Pavarësisht kësaj historie, institucionet perëndimore vazhdojnë të mbështesin ushtrinë izraelite. Në tetor të vitit kaluar, Universiteti i Kalifornisë Jugore u ekspozua se kishte shitur 32 kufoma njerëzore ushtrisë amerikane, të përdorura për trajtim kirurgjik nga ushtria izraelite.
Një muaj më vonë, dolën pretendime të reja nga mjeku në Gaza për vjedhje organesh, pasi trupat e kthyer kishin shenja të qarta ndërhyrjesh. Me gjithë këto prova dhe akuza, mbetet pyetja, pse nuk është hapur ende një hetim i pavarur ndërkombëtar? Si në vitet 1990-ta, provat palestineze mbeten të mbuluara nga mbrojtja politike perëndimore, frika nga lopet dhe supozimi se institucionet izraelite mund të hetojnë vetveten. Kur flitet për viktimat palestineze në Gaza, zakonisht debati përqendrohet te bombardimet dhe ofenzivat ushtarake. Më pak vëmendje i kushtohet një realiteti tjetër, civilëve që u vranë pasi kaluan kufi të paqartë, kufi ndoshta edhe imagjinar. Sipas ushtarëve izraelit, urdhri ishte i thjeshtë, kush e kalon vijën, qellohet. Kishte një ndjenjë të përgjithshme se jetët njerëzore nuk kanë vlerë, i tha një ushtar agjencisë Associated Press. Më shumë se 900 palestinesë janë vrarë në Gaza që nga hyrën në fuqi e pushimit, sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Mes tyre ka 10 të vrarë pranë ose përtej të ashtu quajturës vije verdh, ndërkohë ushtarët izraelit po flasin hapur për urdhra që lejonin përdorimin e forcës dekepruese ndaj kujtdo që e kalonte atë. Rezervistë izraelit që shërbyen në Gaza pas anëpushimit të tëtorit, i than agjencisë Associated Press se të shtënat dhe palestinezëve pranë zonës tampon të kontrolluar nga Izraeli vazhduan gjatë gjithë periudhës së anëpushimit, pavarësisht paraqitjes publike të uljes së armisive. Një ushtar luftarak tha se trupat ishin urdhëruar të hapnin zjarr ndaj kujtdo që kalonte të ashtu quajturën vijë të verdh, që ndan zonat e kontrolluara nga Izraeli dhe ato palestineze. Një nga zbulimet më tronditëse të hetimit të Associated Press erdhi nga një rezervist izraelit, i cili përshkroi se si ushtarët festonin pas sulmeve ndaj palestinezëve pranë zonës tampon të Gazës. Ushtari tha se trupat bërtisnin nga gëzimi dhe uronin njëri tjetrin pasi një automjet që transportonte palestinezë u godit pranë zonës së kontrolluar nga Izraeli në rripin e Gazës, duke vrarë të gjithë brenda. Ai shtoi se skena të tilla u bën të zakonshme gjatë dislokimit të tij pas hyrjes në fuqi të anëpushimit të tëtorit. Ishte një xhungëll, i tha ushtari agjencisë Associated Press. Pas anëpushimit, urdhri ishte, nëse dikush e kalon vijën, e qelloni. E ashtu quajtura vije verdh u vendos pasi forcat izraelite u tërhoqën në një zonë tampon të caktuar sipas marrëveshjes së anëpushimit. Megjithatë, ushtarët izraelit i than Associated Press se kufiri shpesh ishte i shënuar dobët ose i vështirë për t'u identifikuar. Në disa vende, vija ishte shënuar me fuqi ose bloqe të verdha. Në vende të tjera, sipas ushtarëve, nuk kishte fare tregues të dukshëm. Një rezervist tha se komandantët i hodhën poshtë shqetësimet për shënimin e qartë të vijës, duke argumentuar se palestinezët duhej ta dinin tashmë se ku ndodhej ajo. Associated Press raportoi se më shumë se 900 palestinezë janë vrarë në Gaza, që nga hyra në fuqi e anëpushimit përfshir 10 të vrarë pranë ose përtej vijës së verdh, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Ushtarët izraelit e përshkruan atë që ata e pan si rregulla shumë të lejuara të angazhimit. Një ushtar tha se trupat shpesh duhet të merrnin vendime të shpejta për shënjestrim me informacion të kufizuar, duke u mbështetur në koordinata të përafërta ose supozime mbi vendodhen e një personi. Organizata izraelite e veteranëve, Breaking the Silence, i përforcoi këto shqetësime. Grupi tha se dëshmitë e mbledhura nga ushtarët tregojnë se rregullat e angazhimit pranë zonës tampon në disa sektorë në thelb përktheheshin në politika qello për të vrarë. Sipas shënimeve të intervistave të shqyrtuara nga Associated Press, një ushtar përshkroi se kishte marrë udhëzime për të eliminuar çdo që kalonte vijën. Drejtori ekzekutiv i Breaking the Silence, Nadav Weiman, argumentoi se politikat ushtarake kishin krijuar kushte ku civilet po vriteshin për kalimin e kufive të paqartë. Rezervistët e intervistuar nga Associated Press sfiduan vazhdimisht përshkrimin e situatës si anëpushim. Një ushtar tha se komandantët e përmendnin publikisht marrëveshjen, ndërsa privatisht sinjalizonin pritshmëri për një pranimi të zgjatur ushtarake brenda Gazës. Një tjetër përshkroi një atmosferë ku mbrojtja e forcës dhe kontrolli territorial kishin përparësi ndaj shqetësimit për jetët civile. Kishte një ndjenjë të përgjithshme se jetët njerëzore nuk kanë vlerë, tha ai.
Ushtarët gjithashtu thanë se besonin gjithnjë më shumë se Izraeli synon të qëndrojnë në pjesë të mëdha të Gazës për një kohë të pacaktuar, në vend që të tërhiqet plotësisht siç parashikojnë në kuadrin e anëpushimit. Këto dëshmi vijnë ndërsa zyrtarët izraelitë sinjalizojnë plane për zgjerimin e kontrollit territorial brenda Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha këtë javë se forcat izraelite aktualisht kontrollojnë rreth 60% të territorit dhe se objektivi i radhës është të arrisin këtë në 70%. Ndërkohë, një vlerësim i brendshëm humanitar i shqyrtuar nga Associated Press thuhet se erdhi në përfundim se veprimet ushtarake izraelite janë bërë gjithnjë më proaktive në muajt e fundit. Të dhënat e cituara në raport tregojnë se vdekjet pranë vijës së verdh janë rritur ndjeshëm midis janarit dhe prillit. Duhet të ndalojmë përdorimin e termit anëpushim, tha një ushtar. Nuk u shërben njerëzve që duan ta ndalojnë luftën. Nëse dikush do të dëgjonte vetëm deklarata zyrtare, do të mendonte se Gaza po kalon një periudhë stabilizimi. Por nëse lexon dëshmitë e ushtarëve izraelit, raportet e OKB-s dhe statistikat e viktimave, del një përfundim krejt tjetër. Gaza sot i ngjan më shumë një territori nën administrim ushtarak sesa një zone që po shkon drejt paqes. Popullsia është e kufizuar në hapësira gjithnjë më të vogla, sulmet vazhdojnë, infrastruktura mbetet e shkatruar dhe territori nën kontroll izraelit vazhdon zgjerohet. Në histori, proceset e tilla rrallë herë kanë çuar drejt zgjidhjeve politike. Përkundrazi, ato zakonisht kanë prodhuar zhvendosje të reja, radikalizim dhe konflikte më të gjata. Pikërisht për këtë arsye, shumë analistë argumentojnë se debati nuk duhet përqendrohet te anëpushimi, por te ajo që po ndërtohet nën hijen e tij. Forcat izraelite vazhdojnë të shënjestrojnë dhe vrasin qëllimisht civil palestinez me snajper, dron dhe sulm ajrore, ndërkohë që zgjerojnë më tej pushtimin e territorit të Gazës, pavarësisht anëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, raportoi Associated Press më 31 maj. I tha një ushtar izraelit agjencisë Associated Press. Duhet të ndalojmë përdorimin e këtij termi, tha një tjetër ushtar për agjencinë e lajmeve. Nuk u shërben njerëzve që duan ta ndalojnë luftën. Ishte një xhungëll, tha një ushtar i dislokuar së fundmi në Gaza. Në shumë raste, forcat izraelite kanë dështuar ose kanë refuzuar të shënojnë qartë vijën e verdh, duke krijuar konfuzion tek palestinezët që jetojnë pranë saj dhe duke u dhënë trupave izraelite mundësinë t'i vrasin për argëtim. Associated Press ka dokumentuar raste të ushtarëve izraelit që qëllojnë civil palestinez, përfshirë fëmijë që luanin pranë vijës së verdh. Ushtarët thanë se ndihej sikur vrasjet nuk ndaleshin kurrë pas shpalljes së anëpushimit. Të dhënat veçanta nga Armed Conflict Location and Event Data Project, një organizatë jo fitimprurës amerikane, tregojnë se trupat izraelite vranë 73 palestinezë pranë vijës së verdh në prill, një rritje prej 25% krahasuar me janarin, ku u vranë 58. Izraeli ka përshkallëzuar gjithashtu vrasjet përmes sulmeve ajrore në muajt e fundit. Një raport i brendshëm i shpërndar mes organizatave të ndihmës muajin e kaluar tha se Izraeli është bërë gjithnjë më proaktiv me sulmet ajrore. Më 26 maj, një natë para festës së Kurban Bayramit, 3 sulme izraelite vranë 12 palestinez, sipas zyrës së OKB-s për të drejtat e njerëzit në territoret e pushtuara palestineze. Një vajzë 14 vjeçare e plagosur atë ditë më vonë ndroi jetë. Një grua 30 vjeçare dhe një vajzë 5 vjeçare u vranë në të njëjtin sulm. Që nga shpalla e anëpushimit, të paktën 32 fëmijë dhe 8 gra janë vrarë në sulmet izraelite, ku viktimat ishin ekskluzivisht gra dhe fëmijë. Deklaroi OKB-ja. Shqetësimet tona për kryerjen e krimeve të luftës në Gaza nuk janë ndalur, tha Ajid Sungaj, kreu i zyrës së OKB-s për të drejtat e njerëzit në territoret e pushtuara palestineze. Është mjaft e vështirë të jetosh në zhvendosje kronike mes rënojave të Gazës, nën bllokadë dhe pasi sulmet izraelite kanë shkatruar pothuajse çdo sistem jetik, shëndetësinë, arsimin, prodhimin e ushqimit, zbatimin e ligjit dhe rendin civil. Vazhdimi i sulmeve ushtarake ndaj një popullsie që jeton në këto kushte është i paimagjinueshëm, tha ai. Zëdhënësi i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmoud Basal,
tha më 31 maj se të paktën 29 palestinezë, përfshirë shumë gra dhe fëmijë, janë vrarë që nga fillimi i Kurban Bajramit në sulmet e vazhdueshme izraelite në gjithë rripin e Gazës, duke paralajmëruar për mungesa të rënda dhe duke bërë thirrje për veprim urgjent ndërkombëtar për të mbrojtur civilet dhe për të mbështetur sektorët humanitar dhe të shërbimeve në Gaza. Të paktën 930 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në gjithë Gazën, që nga shpallja të ashtu quajturit anpushim më 11 tetor 2025. Izraeli ka pushtuar gjithashtu territore shtesë në Gaza, përtej 50% që të lejuar përkohësisht nga marrëveshja e anpushimit. Kryeministri Benjamin Netanyahu pranoi javën e kaluar se trupat e tij kontrollojnë të paktën 60% të rripit. A i tha se kishte dhënë urdhër që ushtria ta zgjerojë këtë në 70% si një hap shtesë drejt pushtimit të plot të Gazës. Gjatë një fjalimi në Akademinë e Leadershipit, Ein Prat, një pjesëmarrës nga publiku bërtiti se Izraeli duhet të marrë 100% të Gazës, Netanyahu përgjigj duke thënë: "Po ecim me radhë", duke sugjeruar se ky është qëllimi i afatgjat i qeverisë së tij. "Së pari 70%, do të fillojmë me këtë", tha Netanyahu. Hebrejt izraelit nacionalist fetar në kabinetin e Netanyahut shpresojnë të kolonizojnë gjithë Gazën, duke pastruar etnikisht nga banorët palestinezë dhe duke ndërtuar vendbanime për hebrejt, si ato që kanë ndërtuar në mënyrë të paligjshme në bregun perëndimor të pushtuar që nga viti 1967. Në historinë moderne, armëpushimet zakonisht shërbejnë për të ngrirë vijat e frontit derisa të gjendet një zgjidhje politike. Në Gaza po ndodhe kundërta, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, territori nën kontroll izraelit është zgjeruar, ndërsa numri viktimave palestineze ka vazhduar të rritet. Kjo krijon një precedent pazakont, një armëpushim gjatë cilit njëra palë vazhdon të fitojë territor. Për këtë arsye, shumë kritikë argumentojnë se fjala armëpushim po përdoret për të përshkruar një proces që në realitetin ngjan më shumë një rikonfigurimi pra të pushtimit sesa ndalimit të luftës. Ndërkohë që vëmendja mbetet e përqendruar te fushatat gjithnjëme e dhunshme dhe në zgjerime e Izraelit në Liban, qeveria e kryeministit Benjamin Netanyahu po tregon gjithnjë më grabitçare ndaj rripit të Gazës. Në një pandëshkueshmëri në rritje, po përvetëson territore të tjera për arsye të njohura. Hamasi është në tërheqje dhe duhet shtypur më tej. Autonomia palestineze, edhe në një hapësirë kaq të vogël, do të ishte një kërcënim i ardhshëm për Izraelin nëse nuk kontrollohet dhe mbikëqyret rreptësisht dhe, natyrisht, ekziston ajo dëshirë e vjetër për spastrim etnik të territorit, vlerëson Binoy Kampmark, profesor në Universitetin RMIT në Melbourne. Duke folur në një konferencë më 28 maj, Netanyahu paraqiti planet për marrje të mëtejshme territori. Aktualisht po e shtrëngojmë Hamasin, tani kontrollojmë 60% territorit rripit. Këtë e dini, ishim në 50, kaluam në 60, urdhri im është të kalojmë në 70. Më 27 maj, ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, shkroi në llogarinë e tij në X se qeveria kishte premtuar të eliminonte çdo që udhëhoqi sulmin e 7 tetorit dhe këtë do ta bëjmë. Agenda e eliminimit në rrip është një proces i vazhdueshëm, me shpalljen e vrasjes së komandantit ushtarak të Hamasit, Mohammed Ode, që i dha një farë kënaqësie të zjarrt. Komandanti i 4 i krahut ushtarak të organizatës terroriste Hamas në Gaza u eliminua dje dhe u dërgua të takojë partnerët e tij në thellësinë e ferrit, deklaroi Katz dhe shtoi se Hamasit nuk do t'i lejohet kurrë të qeverisë Gazën. A i shkoi edhe më tej, duke sugjeruar me tone kërcënuese se plani për emigrim vullnetar nga Gaza do të nisë në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Fakti që ushtria izraelite tashmë ka përvesuar territor deri në një përqindje të konsiderueshme prej 60%, ka shkelur kushtet e anëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, i cili hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Në mes të majit, Netanyahu në një deklaratë në Merkaz Harav Yeshiva, me rastin e 59 vjetorit të Bashkimit të Jerusalemit, mburrej se gjatë 2 viteve të fundit, Izraeli kishte treguar botës se çfarë fuqie jashtëzakonshme qëndron te populli izraelit, në shtetin izraelit, në ushtrinë izraelite, në trashëgiminë izraelite. Kjo nuk duhet të ishte surprizë, por shkelje dhe devijime të tilla janë të zakonshme në interpretimin unik që Izraeli i bën anëpushimeve. Kritikët pro-izraelit zakonisht anashkalojnë këtë, duke parë në vend të kësaj një Hamas kokfort që refuzon të çarmatoset, ndërkohë që kryen shkeljet e veta të anëpushimit.
Anëpushimi në Gaza ka rezultuar veçanërisht i përgjakshëm për palestinezët, me rreth 900 të vrarë që nga tetori i kaluar. Në janar, Haaretz raportonte tashmë për zhvendosjen e drejt perëndimit të Vijës së Verdhë. Sipas Lori Bouvier, një ekspert e sistemeve të informacionit gjeografik që punon për mjekët pa kufi, shifra prej 60% është e saktë dhe ka gjasa të ndryshojë, duke pasur parasysh zgjerimin e vazhdueshëm me blloqe të reja të verdha të identifikuara në lagje si Zeitun të qytetit të Gazës. Zyra mediatike e qeverisë së Hamasit e përshkroi premtimin e Netanyahut për të marrë 70% territorit si një përshkallëzim të rrezikshëm. Sipas kreut të saj, Ismail al-Thawabta, çdo përpjekje për të imponuar një realitet të ri okupimi në Gaza është e pavlefshme dhe e paligjshme. Nga New Yorku, zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric shtoi se 100% e Gazës duhet i përkas popullit palestinez. OKB-ja ka bërë thirrje që Izraeli të tërhiqet nga okupimi i tij nga ashtu quajtura Vijë e Verdhë dhe ky do të vazhdojë të jetë qëndrimi ynë. Agjencia OKB-s për fëmijët, UNICEF, ka shprehur shqetësimin se marrja më shumë territori nga forcat izraelite, vetëm sa do ta përkeqësojë situatën, ku mungojnë ushqimi, uji dhe higjiena. Zëdhënësi i UNICEF-it, Salim Owais, duke folur nga Gaza për gazetarët në Gjenev, theksoi se njerëzit janë grumbulluar në rreth 40% të hapësirës. Ata strehon mes ndërtesave të shkatruara, rrënojave dhe mbeturinave në rritje. Vuajtjet që kjo po u shkakton fëmijëve, po bën gjërësisht të dukshme. Fëmijë me infeksione respiratore, diare akute ujore dhe më shumë se gjysma e familjeve raportojnë sëmundje të lëkurës. Kjo do të shihet nga autoritetet izraelite thjesht si një histori tjetër emocionale, një rrëfim i panevojshëm që shpërndan nga organizata ndërkombëtare dhe komentues që, sipas tyre, duhet të dinë më mirë. Ekziston një agjend për të zbatuar me një ashpërsi të domosdoshme. Eliminimi i zyrtarëve palestinez së bashku me familjet e tyre, dobësimi politik i vullnetit palestinez për të vepruar dhe në fund një rrip i pastruar nga arabët në favor të qytetarëve të shtetit hebre. Ishte kjo të ratë ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.